Jemi rikthyer përsëri së bashku miq të Super Sport në këtë çast pra Murati zhvillohet atë ceremoni shumë të shkurtër të Lamdomirës është mes fushës futbollisti me të vërtetë një nga legjendat e futbollit shqiptar, fare mirë mund ta quajmë. Unë të paktën për veten tim ka përshtypur se një pjesë shumë e madhe të shikuesve kanë ende të stampuara në memorie. Golat e tij, patyshim një nga ato golat që mbetet në memorie është ai me Greqinë apo ai me Zvicrën nga 30 metra distancë, apo ai në Finland me Finlandën. Shumë golat Muratit, shumë dhe këtë dorëdokitet dhe Qemal Stafës. Ai e meriton, me të vërtetë e meriton jashtëzakonisht. Është normale një futbollist që i ka dhënë ekipit kombëtar, fatkeqësisht ai nuk ka luajtur në kampionatin shqiptar sepse mbas viteve 90 ai është migruar Paris Saint-Germain, Lille, ka luajtur në për ekipe të tjera, nuk ka qenë në sytë e publikut afër tyre, por në ndeshjet e ekipit përfaqësues ka qenë një lojtar me klasë, një lojtar që ka pas shumë shpirt, një lojtar që nga dhënë emocione dhe thash edhe herë që është një lojtar që ka lënë shenjë në këtë ekip. Ka lënë vërtet shumë shenjë Murati dhe dorëdokitet e Qemal Stafës janë për një nga djemt, sepse në përgjithësi futbolli është shumë dikush është shumë i mirë për futboll, por është ajo pjesa tjetër që Murati të jep më shumë publicitet, më shumë tifoz, më shumë njerëz që e duan. Ajo jashtë futbollit, në vërtet njeriu perfekt. Ai dhe Lala të dy gjithnjë kanë qenë një pjesë tek profesionistët shqiptarë. Natyrisht e rëndësishme është kjo pjesë sigurisht. Është pjesa jashtme, jo që paraqit në fushë. Njeriu mbi të gjitha, njeriu sidomos ai njeriu publik, futbollisti i madh, duhet të jetë i madh edhe jashtë. Marrëdhënie me njerëzit dhe i këtë ka bërë shumë mirë. Këtë ka bërë shumë mirë Murati që një fjali e tij me të vërtetë më ka bërë përshtypje edhe pak të 2-3 më parë kur thoshte se është me të vërtetë një stadium i vogël, stadiumi Qemal Stafa, por emocionet që provoi kur luajë stadiumi Qemal Stafa nuk i provoi absolutisht në asnjë stadium. Dhe bëhet fjalë për një futbollist që ka luajtur në stadiumet më të mëdha të futbollit evropian. Është normale, ne që kemi përfaqësuar vendin tonë, kemi veshur fanelën e ekipit kombëtar. Muça e ka provuar edhe ai këtë. Është kënaqësi, është kënaqësi kur njerëzit do të dorkasin, të inkurajojnë dhe është kulmi më i lartë i karrierës një futbollisti. Është ekipi kombëtar, ekipi përfaqësues, por ai vesh fanelën e ekipit përfaqësues. Dhe mendoj se prandaj dhe Murati është nga ata futbollistë që i ka dhënë shumë mjaft të ekipit përfaqësues. Ndërkohë që ajo që doja të theksoja miq është se kjo ndeshje e sotme, rikthehemi tek ndeshja tani sepse sigurisht folëm dhe ja vlen të flasësh gjatë për një nga lojtarët që jam i bindur se do të mbahet më gjatë, shumë gjatë. Dhe do të vazhdoj të jetë në botën e futbollit sepse është një nga ata që është edhe më ndoshta edhe i shkolluar më shumë se një pjesë e mirë e shokëve të tij dhe mundësitë për të vazhduar më tej në ambientin e futbollit, për sa i përket menaxhimit dhe të gjithë fushave tjera, ai do të jetë përsëri në këtë ambient të futbollit. Rikthehemi tek ndeshja.